shpresoj që ta votojmë për parlamentari në shmerënësi. Neve s'kemi dhënë disa opsione, po s'ka mende informatë se ato të ketë në ndryshim. Kemi thonë se nëse do të jetë një kandidat unifikues e japim votin. Sa shpëpozim, na kemi, sinqerisht ne ajo ka qenë nënkëtare, edhe kemi pa në udhëheqjet shansa, ka qenë korrekt, kam bërë diçka ndër kështu po të respektueshëm. Po ne do të ishte problem me votu atë. Po edhe Shqipja Selini, pak s'kush e dini edhe Dauti edhe Lahia edhe plot kanë miqësi dhe regjen, Kalina ashtu në diskutim gati rastisht. Ne kemi propozuar ka dy emra si ndihmës. Tu është edhe menaxhimi keq për shembull nga VV-ja, ata e kanë shtyr seancën e s'kan ndërmarrë asgjë. Vetëm tash një gjysore para seancës, kryesuesi i Dehari i ka ftuar kryetarët e partive në këtë rast, po nuk është një çështje serioze ndaj kësaj teme. Pra, VV duke ditë se si ka votat, ka mujt para se me dhënë një propozim, me u konsultu me partit, jo me dhënë kandidatin, me unë tani na votoni se s'keni çare.